Zbuloni jetën tuaj duke u bazuar te vijat horizontale të kyçit të dorës. Vijat horizontale që ndajnë pëllëmbën e dorës nga pjesë të tjera të krahut besohet se kanë disa kuptime që lidhen me shëndetin, dashurinë dhe famën. Sipas metafizikës, numri vijave tregon shumë për jetëgjatësinë. Sa më shumë vija të keni, aq më shumë do të jetoni. Nëse vija e parë është e shënuar në mënyrë të qartë dhe e përthyer, tregon 23 deri në 28 vite jetë, ndërsa vija e dytë paraqitet 46 dhe 56 vite jetë. Vija e tretë që shfaqet në dorë përfaqëson 69-84 vite jetë, dhe e katërta përfaqëson më shumë se 84 vite jetë. Linja e parë konsiderohet si vija më e rëndësishme. Sipas metafizikës, një linjë e qartë dhe e thellë tregon se personi është në gjendje të mirë shëndetësore dhe është mirë edhe ana fizike. Nëse vija e parë është e dobët dhe disi e paqartë, atëherë mund të keni vështirësi edhe me problemet e menstruacioneve.